Zoti Kristof Rashri, së pari një përshëndetje në emër të gjithë Dibranëve për dhuratën e çmuar që ju bët atyre duke botruar historinë e Dibrës, këtë monument të gjallë të kësaj historie, të kësaj treve të rëndësishme. Cili është mesazhi që ju përcjellni sot në ditën e promovimit të këtij libri? Unë para se gjithashtu ju falenderoj juve të Dibranëve, edhe përndërtush gjithë Dibranëve që s'janë këtu, për ngrohtësinë që po tregonin ndaj meje. Unë kam shkruar historinë e Dibrës vetëm për hir të respektit që kam pasur për Dibranë, të cilin më na kam fituar, jo tashti, po mund të them 70 vjet më parë. Se kam pasur shumë shok Dibran, kur isha i ri, në lagjen e Dibranëve të Tiranës, ka akoma ndoshta njerëz që janë moshatarë me mua dhe mbajnë mend, se si sillsa me trakutën. Unë jam nga Frashëri, ndonse nuk kam banuar në Frashër. Babai tim më ka përcjell dashurinë që kishte ai me çokën Dibran, edhe gjithmonë me ta që ka pëlqen në kohën e vet, kohën e Turqisë, kam kujtuar Abdyl Frashën. Unë këtë dashuri të Abdyl Frashit e kam trashëguar nga i madh, dhe përmjet Abdylit, nga pjesët më të bukura të historisë së Abdyl Frashit kanë qenë vizitat, jo vizitat e timit. Kur kam qenë në Dibrë në vitin 43, hapiteshin disa Dibran qytetarë atje, pse unë vinja nga Tirana, unë pjesë që atje, kur shtëpia i Ilias Pashdibrës, se duat vetë atje të bëj një vizit. Pun këti me Ilias Pashdibrës, më thashë mua të që nga Tirana. I thashë kam, sepse Ilias Pashdibra ka qenë bashkëpunëtori më i ngushtë i Abdyl Frashit, ose Abdyl Frashi bashkëpunëtori më i ngushtë i Ilias Pashdibrit. Këtë dua të them se nuk është një gjë e re kjo. Historia e Dibrës është frukti i këtij respekti dhe i këtij dashurie që kam pas për Dibran, dhe pastaj për Dibrën kur e vizitova, kam kaluar fshat më fshat, që nga Plenja edhe deri në Kalan e Dobës. Kështu që kjo më ka detyruar një gjë tjetër. Dhe po më vjen mirë tashti, të po marrin telefon shumë Dibran, e po më përgëzojnë, dhe më pyesin ku mund ta gjej këtë libër ta blej. Tashti, kur fillova të shkruaj librin, unë nisa i buna vetes time këtë detyrë. Jo Dibrën që kam njohur unë, por Dibrën që më përcjellin dokumentat e historisë. Kështu fillova nga dalë merrem me Dibrën që nga kohët më të lashta. Dhe e kam përcjell historinë e Dibrës në sa kam pasur mundësi, në këtë vepër që është vëllimi i parë. Kam pasur dëshirë të bëj një vëllim në dytë, ku është pjesa e fundit të historisë Dibrës, që nga lufta e dytë botërore e këtej. Kështu që në ky libër, këtë vijë ka, këtë vijë që nga fillimet para historike edhe deri në pjesën e fundit të para luftës së dytë botërore. Prandaj e dyta se më falni, thash prandaj kot, e dyta, unë kam një koncept tjetër për historinë. Dhe këtu unë ndajmë që nga Dibran. Edhe jam përpjekur të përcjell edhe historianëve Dibran. Unë e mendoj historinë e Dibrës jo si një histori pushke, luftëtarësh. Si që kanë qef shumë marsorët e Dibrës, për flasin, të tregojnë trimërit. Unë thua bashkë me trimërit, bashkë me kishtin, si thonë pushkës, kam dashur të shoqëroj dhe nëndë. Se Dibra ka pasur edhe njerëz të mendimit, ka edhe një prodhim
që është prodhim intelektual popullor, edhe prodhim intelektual që quhet refleksiv shkencor. Por libra ka një tërësi, në tërësinë e saj ka një pasuri të madhe. Aspekte të jetës shoqërore, të jetës familjare edhe të jetës krajnore. Këtë kam dashur të përshkruaj në fillim. Nuk e di sa ja kam arritur. Luftat nuk e kam lënë në një anë, po zënë një vend shumë të vogël në këtë vepër, se sa zënë jeta dhe rezistenca që ka zhvilluar libra në fushën e vetës kanonore dhe në fushën e jetës popullore e jetës shoqërore. Kështu që kjo është një histori, një sintezë e përgjithshme e Kiprës. Nuk është vetëm një histori politike ose një histori ushtarake, është një histori e përgjithshme e Kiprës.